Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend teksa protestat vazhdojnë të jenë të intensifikuara kundrejt qeverisë së kryeministrit Edi Rama, teksa kërkohet edhe largimi i tij. Ndërkohë pritet që diaspora të pushtojë bulevardin dëshmorët e kombet. Për të folur për protestën dhe tematika tjera të aktualitetit në vend, ne kemi të ftuar aktivisten e njohur zonjën Ira Kurti. Zoja Kurti, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën te Agora News. Zoja Kurti, si e shikoni vetë protestën në këto ditë kaq intensive ku kërkohet largimi i kryeministrit Edi Rama, ndërkohë që pritet edhe diaspora të pushtojë bulevardin? Unë e shikoj frymëzuese, shpresëdhënëse që më në fund shumica e popullit tonë është ndërgjegjësuar dhe po tregon se e don atë dheun e tyre dhe nuk janë indiferenta. E njëjta gjë vlen edhe për emigrantët tanë, se vetëm një pjesë e vogël mund të jetë diasporë, më shumë janë emigrantë, përderisa vazhdojnë të kenë prona në Shqipëri, edhe prindrit edhe interesat në Shqipëri, ata janë emigrantë. Në optikën tuaj si aktiviste, si mendoni çfarë objektivash ka arritur deri më tani protesta dhe cila do të jetë strategjia që duhet ndjek në vazhdim? Protesta akoma nuk I ka arritur ato objektivat më kryesore të saj, ka pas disa arritje të vogla në termin që legitimiteti në sytë e ndaj të kombëtarëve, ndaj të ndërkombëtarëve ka rënë e kësaj qeverie, por ato ndryshime që duam të shohim neve akoma nuk I kemi parë. Por jemi shpresë mëdhenj që do të arrijem. Cilat janë ato ndryshime që sipas jush do duhet të ishin arritur, po themi në kaq ditë protest, pra që tashmë ka kaluar pothuajse janë bërë mbi 2 muaj protest? Dëgjoj, nuk është që lehtë dhe ne ishim përgatitur që nuk do jetë lehtë që të marrim rezultatet e kërkuara, sepse këto kanë kapur sistemin. Çfarë do të thotë kapja e sistemit? Do të thotë centralizimi I pushtetit në 2 duart e kryetarëve të partisë. Prandaj protesta nuk është vetëm për heqjen e një figure, siç është Edi Rama apo qeverisë Rama, por është për shkatrimin e këtij sistemi I cili është bërë sistemi I 2 kryetarëve dhe jo sistemi I sovranit, që t'i shërbej sovranit dhe fjalën e fundit ta ketë sovrani. Po sipas jush, cila duhet të jetë strategjia që duhet ndjekur për të rrëzuar gjithë sistemin që është ndërtuar në këto 35 vite? Për mua është ndërgjegjësimi sa më shumë njerëzve, sidomos atyre që militojnë ke këto 2 parti kryesore. Unë kam bërë edhe një thirrje edhe një shkrim duke shprehur dëshirën time që do ishte mirë që militantët e këtyre partive të distancohen, siç ishte rasti I Poliçanit që dolën testrat e partisë. Ai ishte një akt për mua atdetar që duan atë dheun, pavarësisht se duan ta zvoglojnë aktin e tyre dhe ta bëjnë sikur ishte për interesat personale dhe të vogla, po jo, ato po I shërbejnë atë dheu. Dhe kjo është e vërteta, sepse këto 2 parti ndër vite, në 36 vite kanë shkelur kushtetutën me të dyja këmbët. Kanë shkelur nenin 9 të kushtetutës për demokratizimin e partisë brenda vetes tyre, që po të ishim neve që mos ishte sistemi I kapur, sot me një paditek, me një kërkesë paditek gjykata kushtetuese, gjykata kushtetuese do t'i kishte nxjerrë të partitë të jashtëligjshme për shkelje të kushtetutës së nenit 9. Po këto nuk kanë shkelur vetëm atë, këto kanë shkelur nenin 1, nenin 2, nenin 3 që ka të bëjë me sovranitetin, kanë shkelur nenin 41, 42, 181 që ka të bëjë me pronën dhe si trashëgohet prona, sepse ne jemi dëshmitar të gjithë se si janë zaptuar tokat
dhe pronat në Shqipëri. Pra, këto janë shkelës të këtyre neneve të kushtetutës. Dhënia e gjobave jo profesionale diaspore të emigrantëve që erdhën nga Evropa, dhe dhënia e gjobave maksimale dhe mos lejimi i tyre të dalin jashtë kufive, shkeli nenin 38 të kushtetutës, që është lëvizja e lirë, një nen që shkeli nenin tonë, por shkeli edhe ligjin ndërkombëtar për lëvizjen e lirë. Kështu që janë bërë shkelje të rënda, të mendosh që është një qeveri apo një vend që don të ingranohet në BE dhe të bëj këtë lloj shkeljesh janë të pa lejueshme, janë të pa pranueshme, janë të pa mendueshme. Nuk t'i kap truri. Pastaj me dhënien e fondit të rezervë Kenya West, që nuk ishte asnjë lloj urgjence dhe pa u zbatuar procedura se si duhet të përsaktohej dhënia e këtij fondi, ato shkelën dhe nenin 101 të kushtetutës. Pra, është një varg me nene pavarësinë e institucioneve të pushtetit lokal me pushtetin qendror, prap neni 13 i kushtetutës, a 14, se s'jam me sigur tash. Pra, këto kanë shkel një ser në lashtë të kushtetutës, një militant që militon ke këto parti, në qoftë se ato do ishin të ndërgjegjshëm dhe do i dinin e para punës do t'i luftonin nga brenda këto gjëra, dhe kur si hecë duhet të dorëzonin testrën. Është më mirë këto të dorëzohen testrën dhe të fillojnë nga e para, sepse shumë akuza dhe shumë pretendime kanë qenë nga njerëzit që partia e punës u nda në 2 parti, PD-n edhe PS-n. Pra është ka të njëjtat rrënjë. Në fillim neve i falëm sepse menduam ishte ignoranca që i shkaktoi shumë dëme ekonomisë edhe vendit edhe njerëzve, por më vonë ato vazhduan në gabime duke i thelluar edhe në vend që të reparoheshin, ato u thelluan dhe kanë kaluar në faje. Tani nuk mund të tolerohen më, se është rritur një brez. Pikërisht, duke u referuar rastit të Poliçanit ku antar të Partisë Socialiste dogjën tesrat e kësaj force politike në mënyrë demonstrative, a mendoni se Edi Rama do të bjerë jo nga protesta konkretisht që po ndodh në bulevard, por nga protesta e njerëzve të tij, pra nga vet ata që e mbajnë në këmbë në një farë mënyrë? Ato unë nuk shikoj ashtu. Unë them që ato morën guximin nga protesta që është në bulevard. Pra, ajo qëndrueshmëria e protestës në bulevard po frymëson shumë veta që ato të zgjidhin atë dheun mbi partinë. Dhe prandaj unë e quaj një akt adetar çdo veprim të militantëve të partisë, qoftë të PD-s, se janë edhe shumë që kanë milituar për sa vite me PD-n, që po dorësojnë testrat edhe po e largohen PD-s. Edhe unë uroj sa më shumë të ndërgjegjësohen, sepse këto duhen zhbërë, këto 2 parti kryetarësh që po mbajnë këtë sistem të kapur, këto duhen zhbërë. Dhe kjo mund të zhbëhet vetëm nga brenda. Por me ndërgjegjësim, gjithmonë me ndërgjegjësim. Edhe kur i dola Sali Berishës në Kamës, unë këtë thirrje bëra, ndërgjegjësimin, nuk ka si thush kryeministër ta bëjë një vend në qoftë se njerëzit janë të pa ndërgjegjësuar. Edhe gjithë secili të luajë rolin e vet dhe të kryejë detyrat e veta me ndërgjegje në një vend. Zonja Kurti, si e shikoni rolin e diasporës në këtë rast? A do të jetë një rol përcaktues ai i emigrantëve shqiptar për të rrëzuar Edi Ramën? Dgjoj, unë vi vet nga 20 gati çerek shekulli punë dhe jete në perëndim në Kanada. Kështu që jam një nga zët e emigracionit të diasporës, jo të diasporës, por të emigracionit shqiptar. Dhe tashi njerëzit që jetuan jashtë kufive të Shqipërisë e panë se si funksionojnë vendet perëndimore. E panë
se si është si bëhet një shtet funksional. Çfarë bën atë shtet funksional? Në Kanada nuk është vetëm kryeministri që e bën atë shtet. Është çdo punojës i shtetit dhe çdo drejtor dhe çdo punëtor i thjesht që zbaton ligjin, që nuk kërkon favore dhe kërkon meritokracinë. Dash në punësim, dash dhe kjo e bën shtetin funksional. Kur secili nga neve të zbatoj rregullat që kemi vendosur së bashku, të respektoj ligjin, të respektoj kushtetutën. Po këto nga i pari, nga i fundit, këtu tek ne është parë që asgjë nuk zbatohet. Me fjalë, ligjet dhe rregullat janë thjesht për një dekor, por jo për të zbatuar. E shikon këtë ke trafiku, e shikon këtë kudo që shkon, në çdo hapësirë. Dhe këtë për mua e ka fajin vetë këto dy kryetarët e partisë, sepse ato me shembullin e tyre kanë dhënë një shembull shumë negativ për çdo qytetar të këtij shteti, të këtij vendi. Po, reagimin e kryeministrit Edi Rama kundrejt protestuesve, si e keni parë teksa së fundmi ai ka po themi konceptuar edhe një dokument të ri të quajtur Besa. A mund t'i zihet Besa Edi Ramës? Çfarë është Besa njëherë? Besa është një kontratë e pafirmosur, por në Besa jepej atëherë kur vendi ynë nuk kishte kushtetutë. Ne tani kemi kushtetutë, kemi lishmëri, jemi në demokraci ku ka të shtyllat e mbajtjes së kësaj demokracie duhet të jenë të pavarura. Pra, pse do nevojitet Besa një kontratë e pashkruar kur ne kemi të shkruar këtë kontratë? Dhe ai nuk e ka zbatuar. Ai ka qenë një nga shkelësit e këtyre pikave të kushtetutës që ta thash. Kështu që për mua etiketimi i njerëzve të protestës si Sorra, si Korba, unë bëra një shkrim dhe e quajta kryeministri i Sorrave dhe i Korbave. Përderisa ai etiketon ato, atëherë ai është kryeministri këtyre Sorrave dhe Korbave. Po nuk ka rëndësi etiketimi se sa ka rëndësi mesazhi që po japin këto njerëz. Nisur nga mënyra se si ka reaguar Edi Rama deri tani, a mendoni se ai është i trembur nga protesta dhe di se është vetëm çështje kohe rrëzimi i tij? Asnjë gjë nuk është e përjetshme në çdo gjë është në ndryshim e sipër, por me sa kam parë unë dokumentarët, me sa jam e informuar nga rrjetet e konspiracionit që të cilat kanë dalë të vërteta, unë besoj që Edi Rama ka bërë betim për agendën 2030, edhe aty ka lindur edhe ka buruar edhe ajo konfidenca e tij që çado që të bënte asnjë njeri nuk do ta rrëzonte, kështu që ai as që e mendoj që populli do çohej më përpara se 2030 dhe do kërkonte të drejtat e veta që ja garanton kushtetuta dhe këto ja rrëmbyen pa pasur asnjë lloj hapësire ligjore. Edhe çfarë po kërkojmë ne? Ne po kërkojmë sovranitetin ton njerëzor që na kanë marrë këto me marrëveshjen e 2008-s. Çfarë po kërkojmë neve? Ruajtjen e sovranitetit territorial, pra e garantuar nga kushtetuta, po që këto as po pyesin dhe po e japin vendin sikur ta kishin pronën e vet personale. Edhe ta kishte pronën e vet personale duhet ishte menduar 2-3 herë, kishte pyetë edhe pjesëtarët e vet familjes, pa ai s'ka pyet asnjë njeri. Dhe kjo lloj arrogancë është e papranueshme. Prandaj ne duhet ta ndryshojmë sistemin, të bëjmë një sistem që fjalën e fundit ta thotë sovrani. Sepse marrim shembullin më të mirë që neve po vejmë në krye, për kryeministër apo për president, një njeri që është i kulluar me vlera edhe të gjitha. Gjatë rrugës ne nuk e dim se çfarë ndodh, çfarë metamorfoze mund t'i ndodhi këtij kryeministri apo këtij presidenti dhe e shantazhojnë, i marrin dikë të familjes a diçka. Atëherë si do të ruajmë neve interesat tona kombëtare? Kur vetëm këto e ka fjalën
të vendosin për çdo gjë. Nuk i ruajnë dot me këtë sistem. Duhet sistemi i demokracisë direkte që ne në momentin që ato që shikojmë që ato po bëjnë ligje dhe po veprojnë kundra interesave të popullit tonë dhe kundra interesave tona territoriale, për një herë t'i shkarkojnë, t'i kërkojnë llogari. Ndërsa kjo që nga 2008 kjo u zhduk fare. Kështu që për mua është ndryshimi i sistemit është një domosdoshmëri e para mbi çdo gjë. Nga i buron kjo arrogancë dhe kjo siguri e Edi Ramës, i cili nuk shkundet, po themi nuk trembët, me sa kemi parë ditën e fundit, të paktën nga ajo, çfarë po ndodh rreth tij? Unë mendoj që kjo i vjen sepse këto nuk kanë rrëmbyer vetëm pushtetin në politikë të Shqipërisë, këto kanë dhe fuqinë ekonomike nëpërmjet oligarëve që kanë mbështetur vetë dhe me të cilët ato mbahen, kanë fuqinë politike, ekonomike, strategjike, kanë presidentin e vendet, shikoj, presidentin mezi ju habuja që protesta është e drejtë kushtetuese, a thu se dim në këtë gjë. Në vend që të mbante një qëndrim tjetër dhe të shprehej për shkeljet kushtetuese që po bën kjo qeveri. Jo, nuk ndihet presidenti. Aq mundet ai. Aq mundet ai, aq ka mundësi. Jo, presidenti ka shumë fuqi, por nuk din t'i ushtroj, ose nuk don t'i ushtroj, ose ka frikë t'i ushtroj. Nuk e di, se s'mund t'ja vej gishtin. Pastaj, po t'ishte sistemi që mos ishte i kapur, që gjykatësit ishin zgjedhur nga populli dhe jo nga kryetarët e partive, ne do kishim një gjykatë kushtetuese që do kishte marrë qëndrime krejt tjera në mbrojtje të dinjitetit edhe të sovranitetit kombëtar dhe territorial. Por neve si kemi këto, pse? Sepse ato janë të varur direkt nga kryetarët e partisë të cilët i kanë zgjedhur. Prandaj quhet sistemi i kapur, se popullit sovranit nuk i është lënë asnjë rrugë tjetër për të vepruar nëpërmjet institucioneve, por i kanë ngelur vetëm protesta në bulevard. Dhe ato presin dhe ka pas edhe të infiltruar që ta kthenin protestën në të dhunshme, sepse po të jetë protesta e dhunshme, ato gjenë sebepin dhe shkrin për një herë, ndërsa kjo e ka shkatruar komplet dhe i ka demaskuar të dyja palët. Se unë nuk mund të flas vetëm për njërën palë, janë të dy, janë faqet e të njëjtët monedhë dhe të dyja palët kjo i ka shkatruar. Paqja, qetësia jonë, argumentimi i pikave që ne kërkojmë, gjendja e rrënjeve të problemit, dhe folja dhe shuarja e frikës për t'i folur këto probleme haptas, që më përpara i fliqin vetëm qeftas, vetëm disa intelektual, ndërsa tash ka dal haptas. Kjo protest kaq e bukur, kaq paqësore, kaq e ndërgjegjësuar, e njerëzve të ndërgjegjësuar, kjo ka dhënë shpresë për këtë vend. Zonja Kurti, në një marrëveshje të paktën në parim mes Shqipërisë dhe Serbisë, parashikohet që të vendoset një konsullat serbe në Shkodër. Ju si e keni parë këtë pjesë, teksa ditën e diel do të ketë dhe protesta në Shkodër kundër kësaj iniciative. Çfarë po bën Edi Rama në këtë rast? Ku kërkon të arrijë duke sjell serbët me një konsullat drejt në Shkodër? Në qoftë se ky lajm është i vërtetë, sepse jo, është i vërtetë, është i pranuar dhe nga ministri i jashtëm i Shqipërisë, Ferit Hoxha. Atëherë mua më lind dyshimi që dhe tërheqja e Spiropalit ka qenë pikërisht se ajo s'ka qenë dakord me këtë marrëveshje me siguri. Dhe për mua ky është një akt tjetër që nuk shkon me interesat tona kombëtare, por me planin e 2030-s. Siç e thash, unë prandaj hodha dhe këtë hipotezën që ky ka bërë një betim për planin 2030 për të bërë bota të jetë popullsia e Shqipërisë të jetë në 1 milion banor, popullsia e botës të jetë zvogluar gati 50%, dhe të bëhet një botë dhe një qeveri.
botërore. Po Dhe çfarë për këtë- kërkon çfarë kërkon me konsullatën në Shkodër që sjell serbët në këtë rast? Aty po dal. Dhe me që Ballkani është një vatër shumë e nxehtë, konfliktesh, sidomos që kemi pasur dhe luftën serbo-kroate, serbo-slovene dhe bosnjake dhe me Dardanët tanë. Atëherë si ta zbusin këtë që ta bëjnë, ta bashkojnë Ballkanin, krijojnë këto artifice që të mësohen njerëzit me bashkësitë. Po çfarë nuk kupton elita ndërkombëtare që don të bëjnë një botë dhe një qeveri. Ato nuk kuptojnë historinë tonë. Ose nuk duan ta kuptojnë, se ndoshta kanë qenë vetë ato që e kanë përçarë. Por vetëm thënia e ministrit së jashtme të Vučićit që me atë gjuhë rretje që të zhdukte gjithë shqiptarët po të kishte gjë të Kosovës, është e papranueshme të lejohet një konsullat e tillë në Shkodër. Edhe sikur të kishim neve pakica serbe në Shkodër, ne që nuk kemi, me sa di unë kanë qenë disa, tash i kanë ndrujet ato, dhe kanë qenë disa nga Malazes, edhe malazeze, që kanë qenë të martuar me burra shkodran, që i kam njoft, por jo serb, nuk kemi pas në popullsi serbe atje. Malazes thashë njëherë martuar, po ato kanë ndru jetën, nuk ka pse të ngrihet konsullata serbe për malazezët. Është e papranueshme. Prandaj kjo është një pikë tjetër më shumë pse duhet protestohet. Zoe Kurti, të rikthehemi sërish në ato që po ndodh brenda Partisë Socialiste, ku sa i përket situatës në cilën ndodhet vendi, rastit të reformës territoriale, ka reaguar sot Erion Braçi duke u shprehur kundër bashkimit të disa bashkive, pra shkrirjes së tyre. Ndërkohë më parë ka pasur dhe lëvizje nga ana e Elisa Spiropalit kundrejt Edi Ramës. Ju si shikoni këto dy figura? Mendoni se këto dy figura janë ato që mund të bëjnë diferencën në një farë mënyre për të rrëzuar Edi Ramën, apo është thjesht një iluzion? Unë mendoj që Edi Rama mahet nga krimi organizuar dhe nga Zeqinet. Dhe për mua Elisa Spiropali dhe Erion Braçi mund të jenë zëra, por janë zëra kanarinash, nuk janë zë i fuqishëm që mund ta hedhin Edi Ramën. Po të mlidhen gjithë kanarinat bashk, kush e di, mund bëhet një korr. Po sa të ketë Zeqinet ai, edhe Sara Millerat, edhe krimin e organizuar, do jetë pak e vështirë për ta hedhur Edi Ramën. Ky është mendimi im, qofsha e gabuar. Megjithatë, unë shpresën nuk e kam ke këto dy zëra, unë shpresën e kam ke ndërgjegjësimi dhe ata që ndjehen shqiptar dhe adëtar dhe do vënë interesat e adeut mbi partinë. Pak të ndërgjegjësim dhe prandaj duhet puna e gjithë secilit nga neve në këtë edukim. Por e ngrej sepse më dhem Shqipëria, e ngrej sepse ajo është hapi i duhur për të bërë. Dhe pastaj le të riformohen partitë të reja, me frymë të re, që zbatojnë ligjet e vendit dhe kushtetutën e këtij vendi. Zoe Kurti, duke nisur me sezonin e ri politik, pra kryesisht në shtator, tetor e tutje, a mendoni se protestat do të intensifikohen edhe më shumë dhe nga ana tjetër, a mendoni se Edi Rama do ta mbyll vitin 2026 në krye të qeverisë? Që kam besim që protesta do vi duke u rritur, këtë asgjë e diskutoj. Kam një besim. Ndoshta është besim i verbër, por e kam të besim. Por
nuk jam parashikuese mirë a do e mbylli apo s'do e mbylli këtë vit Edi Rama, por Edi Rama ka për mendimin tim, aq sa i njoh karakterin e tij, ai në qoftë se në qoftë se mund t'ia prekësh me fjalë t'i gjesh Chelsea-n e duhur, ai mund t'i bëjë të gjitha këto ndryshime pa u ndryshuar qeveria. Pra, mund ta ndryshoj sistemin zgjedhor në magjoritar të korrektuar me profesionalin dhe t'ia heqi fuqinë njishit vetes vet, sepse Edi Rama e din që herën e 4 dhe herën e 5 nuk ka për t'u zgjedh më. Do hiki, do dalim pension. Kështu që do t'i bëj një shërbim atdheut, nëse do ketë mend. Do t'i bëj një shërbim atdheut paktën duke ndryshuar sistemin, që është gjëja më kryesore. Duke ndryshuar ato pikat kushtetutës që lidhen me sistemin, që ta bëj referendumin popullor më të aksesueshëm. Sepse në kushtet aktuale është pothuajse i pamundur. Dhe këtu dhe të kthej kushtetutën para 2008-s, sepse këto ç'a bën në mas 2008-s e kanë bërë kushtetutën sikur të jetë manifest partie, jo kushtetutë, por kushtetuta nuk ka nevojë që të vejë objektiva që ne do bëjmë popullin me shtëpia, nuk do lejmë njëri të pastre. Objektivin në kushtetutë. Nuk ka objektiva. Objektiva i ka manifesti i partisë, por jo kushtetuta. Kushtetuta duhet të ketë parime themelore që udhëhiqet një vend dhe udhëhiqet gjithë ligjshmëria e këtij vendi. Kështu që unë nuk e shikoj këtë kushtetutë shumë legjitime, si ta them fjalën, ta gjej fjalën domethënë që të jetë e saktë. Kështu që nëse Edi Rama tash që ka shumicën e përdor këtë në të mirë të vendit, për të ardhmen e vendit, do jetë unë shikoj që të punohet nga të gjitha drejtimet. A kupton se është kollaj për ta ulur edhe për ta qujt armik dikë, po unë mendoj që duhet me gjetë edhe Chelsea-n dhe Edi Ramës që të bindet të bëj këto ndryshime. Sigurisht, nëse ai nuk ka presion nga ndonjë agjende huje që mund t'i shërbej. Zoja Kurti, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit edhe ju për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.